Okej, atë jemi rikthyer tashmë për të vijuar me virali, me disa prej lajmeve të cilat shpresoj të përcillen me entuziazëm, paktën kjo e para, se lajmi i dytë nuk është lajmi më i mirë që mund të marrim ndonjëherë. Do të flasim për një fenomen të rrallë natyror, i cili ka mahnitur përdoruesit e rrjeteve sociale në mbar botën, pasi një video e filmuar mbi qiellin e Indonezisë është bërë virale brenda pak orësh. Pamjet tregojnë të ashtu quajtura Red Ylber, të cilat shfaqen si një spektakël ngjyra shëndezura duke krijuar iluzionin e një pikture të gjallë në qiell. Fenomeni ndodh kur rrezet e diellit ndërveprojnë me pika shumë të vogla ujë ose kristale akulli të mbetura në atmosferë pas rreshjeve. Në kushte të caktuara, kur rret janë të holla dhe ndodhen pranë diellit apo hënës, drita shpërbëhet në ngjyra të ndryshme duke prodhuar këtë efekt të rrallë vizual. Sipas ekspertëve, formimi i këtyre rreve kërkon një kombinim specifik faktorësh, përfshirë madhësinë e njëtrajtshme të pikave të ujit dhe transparencën e rreve që lejon shpërndarjen e dritës. Është një video e cila ka ngjallur padyshim reagime të shumta me komentues që e cilësojnë fenomenin si magji në qiell dhe një nga pamjet më mbreslënse natyrore. Një episod i cili rikujton edhe një herë kompleksitetin dhe bukurinë e natyrës. Duket vërtet si një pikturë në qiell të hapur, e jashtëzakonshme ajo çfarë mund të krijojë vetë natyra përmes fenomeneve të tilla kaq të veçanta dhe kaq të rralla, le ta themi kështu. Dhe ndoshta këtu duhet jemi mirënjohës për teknologjinë, sepse fakti që teknologjia sot ka thjeshtuar jetën e secilit prej nesh dhe secili prej nesh është po ashtu përdorues i rrjeteve sociale, na bëjnë që edhe fenomene të tilla, të cilat ndoshta ndodhin kaq rrallë dhe ndodhin për një pjesë të kufizuar të botës, të mund të shohim dhe t'i admirojmë përmes rrjeteve sociale. Kjo sa i përket rreve Ylber.